kur një analizë mashkullore del me problematike, nga eksperienca juaj, kush e përjeton më tepër, më rënd në çift? Unë kam parë meshkuj që janë prekur shumë. Dhe ai tha që unë jam shumë mirë, unë nuk kam nevojë të bëj sperm, dhe unë jam mirë. Dhe unë i thash, je shumë mirë, moshën e ke për të qenë shumë mirë, trupin e ke për të qenë shumë mirë, po ne do të bëjmë një analizë për të parë aftësinë tënde a riprodhon. Ne nuk po themi si e bën seksin, se në përgjithësi thash unë, po të pyesish është i vetë një kom në planet që thonë jemi më të fortët ne. Shqiptarët që po që për seks jo bjetë fikët. Por, problemi që ndronë si e kemi shëndet i riprodhus. Dhe faktikisht analiza e spermës doli që ai kishte 0 spermatozoid në fushë të shpejtë. Këte kishte sepse pinte duan. Pinte alkohol, bile kishte marrë dhe 2-3 herë kanabis. Dhe kjo ishte ideja që analiza e spermës tek meshkujt krijon një ndjenjë, sepse humbet burrnia në kuptimin e fjalës.